Ka momente kur ndihesh i humbur. Nuk e di nga t'ja fillosh. Nuk e di për çfarë të lutesh, por edhe në ato çaste mos u dorëzo. Lutu edhe me heshtje. Allahu nuk ka nevojë për fjalë të bukura. Ai e kupton gjuhën e zemrës tënde më mirë se kushdo. Ai i dëgjon edhe ato lutje që si ke bërë nde, por që i mbart në shpirt çdo ditë, je i duruar. Çdo pengesë është një urë drejt mëshirës së tij. Mos lejo që sprovat e jetës të të largojnë nga Zoti. Sepse ndonjëherë, ajo që të duket si fundi gjithçkaje, është fillimi një bekimi që nuk e kishe imagjinuar. Allahu i njeh dobësitë tua, i njeh brengat që nuk guxon t'ia thuash askujt. Dhe ai është i vetmi që mund ta kthejë dhimbjen tënde në forcë, humbjen në mësim dhe pritjen në shpërblim. Vazhdo të ecësh edhe me hapa të vegjël, por ec drejt tij.